Rrebeshjet e shiut të mbrëmshëm të përcjella dhe mëbreshër në shumë fshatra të komunës së Gjakovës kanë shkaktuar dëme të mëdha në objekte dhe në bujqësi. Muharrem Shala nga Cirmjani tha se krahas dëmeve të tjera në misër dhe kultura tjera bujqësore, rreth 2 hektar vreshta pothuajse janë dëmtuar krejtësisht. Është ardhe si në kajtë e tërnatës. Shi breshën frymë më dhe tash për vneshtarie për shijet dëmtime. Shka është i dikun 60% është i dëmtuar. Kemi punu në të mundësin të sa kemi mund të kishë ajtë mërë këtu. Besa dhe investim bukur të madhë, 0 pike 7 dhe 80 20 pike. Banët e masinët e, po shka kemi më tash. Era e fort, po ashtu ka dëmtuar edhe shumë kulme të shtëpive, makineri, vetura e sidomos pullazet e fermave në këtë lokalitet. Shi e breshën e përzine që stuhije s'kemi po asnjëherë na, edhe pse i kom diku ofër 70 vjetë. Edhe i ka përmbledh me kulma, me shtylla trymes, edhe njerëz shkruan veç domet janë shumë konsiderueshme. Ka se e ka qut 100 metra deri në gjystora për të rrugë e përmi shtëpia, përmi kulman po ishin. Për të parë nga afër gjendjen e krijuar, gjatë tërë ditës kanë qëndruar në terren zyrtarët komunal. Sot gjatë gjithë ditës kemi qenë në terren dhe në monitorim të fermerëve të dëmtuar. Po shihet edhe nga afër, fermerët janë të dëmtuar në kulturat të ndryshme bujqësore, e sidomos fshatit Cirmjan janë të dëmtuar në veshtartë. Po kemi të dëmtuar edhe fermerët të cilët kanë shtalla ose ferma, siç i quajmë ne, janë të dëmtuar me qatit e tyre janë të hekne ose të marrë nga fortuna apo nga fryma. Hajdari tha se tashmë është ngritur edhe komisioni për vlerësimin e dëmeve, i cili së shpejti do të dalë me një raport për mbledhës, i cili pastaj do të dërgohet në institucionet qendrore për kompensim.